Lema, ma baba, më sepër. Salam, brave. Ja, baba, më se, kam to, se më prek telefoni. Keni unë se ashtu kam e shku në gjami unë edhe, thashtë ti marrë edhe djetë, nipat. Po bre bab, se jo, veç mos po lazdrohem bre? Po. Qa po? Dojna me shku. Edhe keni qef me ardha? Po, këna qef me ardha. Ja, benu se, nuk lazdrohen, gongësha po thamë. Se aty hoxha i mëson për të mirë. Me ngue babin, me ngue mamin, me ngue dhe gjyshin, apo? Po, pra, të meqën i kam, baba i kam të meqën. E masane ku shkujna pijami sane? Masane, baba, dalimi, edhe shkat këni qef, kam ju blej. Unë du pizë. Bravo. Unë du një pizë. Ani, baba ju blej. Ama, a jeni të agjeru edhe sot? Po. Ju lumt. Mos je të lazdru pak se shumë bre bab? Ja, baba, këto bile kanë më bëjë gjebë ma të mirë me halë. Bile, kismet mas Ramazane e kom bë një jetë, me qute hoxha, me mësu Kuran, me lexue. Po vëlla, edhe nisi e ka vetë vjetë, e i kishtë thonë për si vjetë. Po, baba, po. Baba, kam i quhe për dit në gjami edhe kam i pritën. Edhe baba e qej për dit me ju ble shkamës. O, luanët e babës. Baba i do. Apo shkoni qëtash? Po, qej, hajde. Hajde me gjyshin, opa, of. Goni gjyshin, me më kalëzu drejt, cële ashtë për juve ma unt. Une. Ja? Une. Po edhe une. Ngoni gjysha për jo thamë, edhe mu më hatë, more. Po, ngoni, po knaqmi, bre, pe shiojmë Ramazanin. Po se o Ramazan, se mos më konë Ramazan, ase prit me dritat më kallë të minarave. Lëmi gjyshi, bre. Jo bre, kurse Ramazan kollën dritat. Apo be gjysh? Po gjyshit, kallën dritat, ama iftar s'ka. Veç thirë hoxha për namaz. Ashti, me qëtë thirje, na edhe hajmë buk, edhe falmi, dy gzime. O gjesh, kër e kom të i vogël, a kja gjerus? Po qish jo, more, hala ma i vogël, bile. Ja, menze prish me Ramazanin me gjyshin. Hajde shkoj ma shpejt, se ka me thirë hoxha. Pra me sot të qela? Jo bre që so herë thira dhe bona mara garantë s'penin heq. Me këtë telefon,
Sa herë kur del qështu, edhe mu kur do, në edhe thirja për mu. Kur se qelë bre? Ndukët se erdën. Po të ua? Po. Po, hajde o bab, ku je poshtë zotin? Hajde. Ku kemë, Këshirë. Hajde me baba. Me sa me bab të kanë marrë për para këta dhe me men të këtire ki dalë. Hajde me baba. E ka arru telefoni. Jo bre baba, me vete, kam telefonin që, po se kom një bre baba, s'po një mirë. S'po një. Po, shloja bezanë në vo. Të hinë gjami të këmësu, nartë aty e trusë. Kur del për gjami e prapë shloja. Unë e kurina në gjami e shuka, së të mboj e patere. E po kur dilë shti dush me e kallë dhe Po harrova, men që aty pikam unë. Hajde be baba, s'pa shaloj. A jeni halit ju? Jo. Mos rejni. A bo? Ka zë bo? Kush ka halit më shumë? I na falë që ishtë duhet. Ja, bravo. Po mos dhe, pse be bab më në është poshtë zotin? Pa baba, o gjalja. Une nuk dal be vetë. Pak të une zdarë kërkon. Më knaqen, bre, më knaqen. Baba e kam sultana, baba. Po shqyqirve, po ne i kena mos pengojnë. Ata kosh me një shok. A e kanë një halë një derë. Këto ku t'lojnë ratë? Ja, baba, ja. Po mdo këtë ka ke lodhë pak, ha? Ja, bre, baba, qëfar të lodh me. Jena knoq me këta. Bile dhe si analitë qatë shumë. As kanë ly bile te. Ja. Baba, për dit kam me mërë me qitën në qytet. Po, mësojte që shto mas edhe mu së mlojnë ratë. Rebe, bab. E picat pëse i la të dera? Pse bre, baba, te dire këni në picat? Këshirë, sa. Hec, cu. Që shko me? Unë i për juve, po. Unë e jo. Që? Shpejt kush jemi qu. A për shalë, ajte, po vlerën e Ramazanit sa e mirë është. Këshire, ju keni dhim gjyshit, edhe në pleçnin e vetë ju ka marrë gjinoj edhe, ju ka që në gjami, keni danë qytet, keni shëtitën, ju ka ble pizza për iftar me ongër. A në të po, do me thonë jo, nëse reni urtë, gjyshi për det kam jo shëtit. Po, valla. Për dit, baba, kam. I, ku ta kisha pasën gjyshin shtu, e kom pas gjyshin e sert. Një thu për 2 metra e mojke. Hecë e qele gojnë, veç ja mojke kështu. Urt! Po shë zotin po, të kum kalzu e din. Po te e ke lyp? E kom lip. Ja, babas, këto janë fëmijët e mirë. Lumë baba që i kam këto. E thonë jam kanë mirë, pa e një të tha e ke lipën. Allah i rujt, inshallah. Për rruve të këshia. Amin. Gjalja, mami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Në bazë të tregimit të cilin shikuam, tema jonë për sot është si të mësojmë fëmijët të agjërojnë. Në fakt, prindërit në radhë të parë duhet të jenë të vetëdijshëm se fëmijët janë dhuratë e Allahut xhaleshanuhu. Janë amanet i Allahut dhe edukimin e tyre patjetër që e kanë prindërit si përgjegjësi. Që në veçlinë e tyre, fëmijëve duhet të flasin për dashurinë ndaj Allahut dhe pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë faljes së namazit duhet t'i afrojmë ata afër vetes tonë që të jemi shembull për ta. Fëmijët në çdo aspekt neve na imitojnë. Do të na imitojnë edhe në aspektin e agjërimit, por agjërimi është një sfidë e veçantë për ta për jetën e tyre. Andaj si rregull i parë, para se të fillojmë që t'u mësojmë ne adhurimet fëmijëve tanë, si obligim ta ndjejmë që më së pari në zemrat e tyre të fusim dashurinë ndaj Allahut, ndaj krijuesit të tyre. Si mund ta bëjmë ne këtë? Kjo bëhet ose realizohet në mënyra shumë të lehta. Ti marrim fëmijët dhe ti nxjerrim jashtë në natyrë. T'u tregojmë natyrën, bukuritë e saj dhe çdo gjë, universin në përgjithësi, dhe ti themi se Allahu xhaleshanu gjithë këto mirësi, gjithë këto begati i ka krijuar për ne njerëzit, sepse neve na do shumë. Atëherë fëmiu do të fillojë të mendojë, Zoti po më do mu kaq shumë mirësi më ka dhënë. Si mundem unë me e dash Zotin? E këtu ne si prindër mund të ndërhyjmë më një herë tek fëmijët tanë dhe t'i motivojmë me atë që ne Allahun e dojmë ose e tregojmë dashurinë ndaj tij atëherë kur ne i kryejm adhurimet që i kemi obligim ndaj tij, i kemi bërg. Kështu që fillojmë me obligimet më të lehta ose më të thjeshta të themi ne. Fillojmë me lutjen.
me duat pra. Pastaj vazhdojmë nga pak me namazin dhe vim deri te agjerimi. Kur të fillojmë me mësimin e agjerimit tek fëmijët, duhet kemi parasysh që këtë adhurim mos t'u mësojmë vetëm në aspektin fizik me agjëru, pra vetëm me ndejt pa hangër pa pije dhe përfundoj. Po me rëndësi është që t'u mësojmë ndjenjen në aspektin shpirtëror, që ata të ndihen mirë kur agjerojnë. E për me arrit këtë, përsëri duhet t'ja fillojmë qysh më herët. Kur mundem me fillu? Fillojmë që me fillimin e 3 muajve, me muajin Recep dhe me muajin Shaban. Prindërit duhet të agjerojnë në atë kohë dhe gjatë tërë asaj kohë, gjatë muajit Recep dhe Shaban, të flasin vazhdimisht për Ramazanin, për begatit që do i sjellë Ramazani. Dal nga dal fëmijët do t'i ndëgjojnë ato biseda, se ato biseda do të bëhen pranit fëmijëve dhe me gjuhën që ata mund ta kuptojnë dhe do ta shohin hijeshin, bukurinë e Ramazanit ata ende pa ardhur Ramazani. Tjetra, Ramazanin nuk duhet spjegu fëmijëve si muaj i ndalesave, por si muaj i përfitimeve për jetën e tyre në përgjithësi. Thjesht njerëzit duhet me marrë mësim në Ramazan, edhe në këtë mënyrë duhet t'ja u spjegojmë edhe fëmijëve. Të tregojmë se shpirti jonë ushqehet me agjerim, edhe zemra jonë mbushet me besim për arsye se njeriu kur është agjerueshëm e mbron vetveten. Nga çka e mbron? Nga veset e këqija, nga fjalët e këqija. Atëherë ne mund të stimulojmë ata në atë mënyrë që t'ju themi se nuk ban me u grind me shok, me shoqe, nuk ban me fol fjalë të rënda, fjalë të këqija, mos me lëndu njëri tjetrin, edhe në këtë mënyrë ata do ta kuptojnë vlerën e agjerimit, po mbi të gjitha do të mësohen me duru. Të mësojnë edhe sabrin, që qëllimi kryesor i agjerimit është edhe të mësohet durimi. Ramazani fëmijëve duhet shpjegu edhe si një adhurim me cilën e fitojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Ne si cakt parë gjithmonë kemi atë që fëmijëve kur t'ju themi që ta agjerojnë, i themi se do ta fitojnë xhenetin. Po, padyshim se kjo është, po para kësaj ne duhet t'i mësojmë fëmijët tanë që objektiv kryesor mos t'jetë xheneti, por t'jetë kënaqësia e Allahut xhaleshanuhu, që ata në çdo vepër të tyre të mundohen pastaj ta fitojnë kënaqësinë e Allahut. E kur ta fitojnë kënaqësinë e Allahut, ata vetëm se do të jenë vetëdijshëm që kënaqësia e Allahut do të shpërblehet me çka? Me xhenetet e tij. Allahu do t'ia jep xhenetin atyre. Tjetra, fëmijëve duhet të sqarojmë edhe atë se Allahu neve na ka krijuar në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të përsosur. Do të thjesht njeriu është krijesa më e përsosur e Allahut xhaleshanu, po ajo që është më me rëndësi është se Allahu na njeh neve më mirë se sa ne vetveten tonë, dhe këtë duhet t'ja u themi fëmijëve. Andaj ai e di më mirë se ne për çka kemi nevojë, për çka ndjejmë nevojë. Edhe Allahu e di se njëra prej nevojave tona, edhe fizike edhe shpirtërore, është edhe agjerimi. Kur të fillojmë me agjerim, prap të kemi kujdes të fëmijët që agjerimi për ta mos tjetë si lodhje. Thjesht, kur të vije viti tjetër, mos ta kujtojnë ata Ramazanin ose agjerimin si një muaj që i lodh ata, ose i ngarkon ata. Pra, mbas të moshës që i kanë fëmijët tanë, mbas të asaj të fillojmë edhe me agjerimin. Mos të fillon agjerimin një herë tërë ditor. Për shembull, një fëmijë moshës 5-6 vjeçare ai e lakmon prindin e vet dhe do me agjeru, po agjerimi i tij nuk mundet me qenë më shumë se 2-3 orë, hajde 5 orë pas ka me qenë, edhe që është i tepërt. Po çka mund me bëna në këtë aspekt? Duke ia shtuar çdo ditë nga 5 minuta, 10 minuta, gjysmore, kështu me radhë deri në fund Ramazanit ai do të arrini gratë. Ata që janë deri në moshën 7-8-10 vjeçare, ata padyshim se do të mund t'ia dalin të agjerojnë edhe tërë ditën e plot. E kjo, atëherë atyre do t'ja mundsoj që ata të ndihen si më të rritun dhe kjo ndjesi ata i gëzon shumë. Sa i përket motivimit fëmijëve në aspektin e agjerimit, ata munden me i motivu në mënyra shumë të ndryshme. Pa jo e para jemi ne, në fakt. Ne jemi shembull dhe modeli i tyre kryesore, jemi pasqyra e tyre. Kështu që prindërit në radhë të parë duhet të kenë kujdes gjatë agjerimit në fjalë, në veprat e tyre, në sjelljet e tyre. Për shembull, në kohë tjera mundem me u nervozu me fëmijë dhe me nxjerr zërin ton, me ngrit zërin tonë, se me bën ndonjë vepër që nuk është e hijshme ndoshta, por gjatë agjerimit gjithsesi e mbrojmë veten, jam agjerueshëm, e ndalojmë vetveten dhe e qetësojmë vetveten. Ky qetësim atëherë do të ndikojë te fëmiu, pse se fëmiu do të thotë, mami ose babi nuk ishte në gjendje si ishte gjithmonë, po Ramazani, agjerimi e ka ndryshuar këtë. Andaj ky është një prej motiveve që fëmijët me agjeru. Tjetra, nëse ata kërkojnë të provojnë me agjeru asesi mos t'ju them atyre se nuk mundesh me agjeru, je i vogël, ka kohë për ty. Pse? E demotivojmë, e largojmë. Nëse ne i themi po e provojmë,
atë sa mundet, gjysmë ore, 1 orë, gjysmë dite, ndoshta do t'ja del edhe tërë ditën me e plotësu. Andaj duhet kemi kujdes në këtë aspekt. Një motivim tjetër që më pëlqen shumë është edhe dhurimi i dhuratave. Kjo dhurim dhurata që në fillim të Ramazanit. Kjo do t'i gëzoj fëmijët shumë. Në veçanti, nëse ata arrin me agjeru gjatë Ramazanit, ndonjë ditë, ato dhurata ose ata do të kenë ndonjë kërkesë prej neve, qoftë ku ta diu një ushqim ose një shëtitje ose një lodër ose një diçka që i kanë kërkuar që më herët, ne atë kërkesë mund ta ruajmë për fund Ramazanit. Nëse agjeron ti, unë do t'i blej këto ose do t'i sjelli këto ose do ta realizoj këtë që ti e ke kërkuar prej meje. Dhe ai fëmijë do të agjerojë me vullnet të madh. Një tjetër motivim është edhe dita e parë e agjerimit plot që e bën fëmiu. Ditën e parë që agjeron krejt plot, prej syfyrit deri në iftar, atë ditë të mundohemi që sofra le të jetë vetëm për atë fëmijë. Thjesht përgatitën ushqimet që ai ka për qefi. Bile nëse është e mundshme, edhe të ftohen shokët ose shoqet, ose edhe familjarët, cilët ai i ka për qefi atë ditë në iftarin e tij, cilin e ka agjeru do në atë ditë komplet. Një diçka tjetër është edhe puna e syfyrit që ndoshta kjo pak më tepër i ftof fëmijët, se është më sfiduese për arsye se po duhet me prish gjumin. Andaj këtu duhet nënat të kenë kujdes shumë të madh që fëmijët e tyre t'i vendosin gjumë në kohë të mëhershme dhe mos ta neglizhojnë një gjatë tillë që kur të vijë koha e syfyrit ata zgjohen me vullnet dhe zgjohen me gëzim. Motivim për ta është edhe zbukurimi i ambientit, i shtëpisë në këtë radhë. Nuk është me rëndësi do nëse ku, dhoma e fjetjes, apo dhoma e ndenjes, apo edhe një qoshe, nuk është me rëndësi se ku, me rëndësi është që të zbukurohet me gjanat që fëmiu i ka për qefi. Balona, dritat ndryshme, shkrimet ndryshme, do nëse erdhë Ramazani dhe kjo do tjetë një lloj motivimi dhe gëzimi për të. Dhe do të mundsoj që ati mundi shpirtërisht mirë. Nëse arrin të agjerojmë, do në ti themi se do të marrim në namazin e teravis gjithsesi ty. Edhe kjo është një motivim për të, për arsye se namazi i teravis është një namaz i veçantë, ata e dinë se diçka është pak më ndryshe se sa në kohë tjera të shkosh në xhami në atë kohë. Thjesht aktivitete mund të bëjmë të realizojmë për çdo ditë me fëmijët tonë. Ndër ato aktivitete mund të jenë historitë ndryshme të pejgamberëve t'u tregojmë, ta marrim përsi prind, ose të bëjmë lojra të ndryshme ose edhe kuize, po nëse nuk i dinë edhe shkronjat e Kur'anit, jo mësojmë shkronjat e Kur'anit. Që shembuj për këto kemi edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam. Një sahabike me emrin Rubeje, ajo tregon se si u mësonin agjerimin fëmijëve kur pejgamberi alayhis salam u mësoi agjerimin e ashureve atyre, edhe Rubeje thotë se ne jo vetëm vetën që e motivuan për agjerim, por i motivonim edhe fëmijët tonë që të agjeronin. Dhe ata kur i merrte uria, ne u përgatitim lodra prej leshi që ata të luanin me ato dhe harronin urin deri në kohën e iftarit. Pra, fëmijët mund të motivohen në mënyra shumë të mira, shumë të ndryshme për të agjeru, po kujdesi kryesor i joni kur t'i motivojmë ata ose kur t'u mësojmë agjerimin duhet të jetë që ajo agjerimin mos ta kryejmë vetëm në aspektin fizik, por në atë shpirtëror. Dash Zoti që të rrisim fëmijë të mbarë, të vetëdijshëm, të lidhur në fenë e tyre dhe të kenë dashuri të madhe ndaj Krijuesit, e kjo dashuri e madhe t'i bëj ata që të jenë më të kujdesshëm ndaj adhurimeve të tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.